Miliona euro janë shpenzuar për trajtimin e tyre, por ky problem vazhdon të mbetet i pazgjidhur. Ata lëvizin lirshëm dhe pa pas dru nga askush. Rreziku nga qentë ndatsak në Kosovë vazhdon të jetë problem në vete. Në të njëjtën problematik po përballet edhe komuna e Klinës, pasi që qentë ndatsak janë të shumtë në numër në përqendër të qytetit, por edhe në rrugët periferike, dhe për banorët e saj, kjo po del të jetë shumë shqetësuese. Edhe më shqetësues është fakti se më të rrezikuarit janë fëmijët, të cilët shpesh herë i frekuentojnë këtë rrugë pa përcjelljen e prindërve të tyre. Zakonisht sulmet nga ata janë të shumta, sidomos gjatë stinës së dimrit kur janë më të uritur, por viteve të fundit sulmet e tyre nuk po zgjidhin as stinë e as kohë. Rasti më i freskët është ai kur para pak muajsh, në hyrje të bllokut të banesës ku ai jeton, në prani edhe të fëmijëve të tij, një qytetar i Klinës ishte sulmuar nga qentë ndatsak, duke pësuar kështu edhe lëndime të rënda trupore. Në vitin 2017, trajtimin e qenëve ndatsak e ka bërë Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, që kishte marrë 1.3 milion euro nga qeveria aso kohe. Ndërkaq në përpjekje për të gjetur një zgjidhje në nivel vendi, në tetor të vitit 2022, qeveria kishte votuar draft strategjinë kombëtare për menaxhimin e qenëve ndatsak me ose pa pronar për periudhën kohore 2022-2028.